Janë ekzekutuar masat e sigurimit për 52 persona, janë ekzekutuar 40 masat e sigurimi, janë evidentuar përveç episodeve të trafikimit të narkotike dhe pjesëtarëve të grupeve strukturuara kriminale, janë dokumentuar edhe vepra korruptive në territorin e Republikës së Shqipërisë. Kemi ekzekutuar masat e sigurimi të vendosura nga gjykata e posaçme për vepra penale të korrupsionit, për zyrtar shtetëror dhe për një avokat. Sot gjithashtu janë ekzekutuar edhe vendime të gjykatës lidhur me konfiskimin me sekuestrimin e pasurive të cilat dyshohet që rrjedhin nga aktiviteti kriminal i trafikimit të narkotike. Janë sekuestruar 3 restorante në qytetin e Durrësit, 3 ristoranti nella città di Durazzo, një bar kafe, un bar caffè, 6 shoqëri tregtare dhe një televizion në qytetin e Vlorës. Ky që sapo foli në këtë sinkron ishte prokurori i Spakut Vladimir Mara, ku bënte, se thuaç, listimin e njoftimeve të këtij operacioni të titulluar Ura, i cili ka çuar prapaekurave disa peshq të mesëm, por 2 peshqit më të mëdhenj janë larguar në drejtim të paditur. Pikpyetja kryesore është, ka patur dhe konspirim apo nuk ka patur dhe konspirim? Por nga një konferencë e përbashkët për shtyp e antimafjes italiane Barese, po dhe prokurori përgjithshëm antimafja dhe prokurorëve të Spakut, thuhet që policia është njoftuar pak kohë përpara operacionit. Sigurisht këto janë detajet që do t'i sqarojmë në studio, sepse dhe pak kohë janë të mjaftueshme për ne kemi parë shumë Netflix, pak kohë, bile pak minuta janë të mjaftueshme për t'u larguar nga vendi ku mund të kapesh.